familjar të dëshmorit, përfaqësues të institucioneve vendore, zonja dhe zotërim. Mirë se keni ardhur në këtë ceremoni përkujtimore, ku sot, me respekt të thellë dhe mirënjohje të pafund, përkujtojmë 10 vjetorin e rënjes të dëshmorit të atdheut Donald Hoxha. Ju ftoj të gjithë të mbajnë një minutë heshtje në nderim të jetës dhe sakrificës të tij. Faleminderit. Sot nuk jemi këtu vetëm për të kujtuar një datë, por për të nderuar një jetë të dhënë për atdheun. Sakrifica e Donald Hoxhës na rikujton se liria dhe siguria që gëzojmë sot janë fryti i guximit dhe përkushtimit të bijve më të mirë të këtij vendi. Mbrojtja e atdheut nuk është vetëm një akt heroik në momente të vështira, por një përgjegjësi që i përket secilit prej nesh çdo ditë. Është ndershmëria, puna dhe përkushtimi ynë ndaj vendit që e bëjnë një komb të fortë. Donald Hoxha mbetet një simbol i këtij përkushtimi. Ai raheu rikisht në një moshë të re, duke dëshmuar se dashuria për atdheun nuk njeh kohë, nuk njeh lodhje dhe nuk shuhet kurrë. Ky akt i lartë na bën të gjithëve krenar dhe na frymëzon të ecim përpara me dinjitet. Për të vazhduar këtë ceremoni, kam kënaqësinë të ftoj për të mbajtur fjalën e rastit kryetarin e bashkisë, zotin Kreshnik Hajdari. Të dashur familjar të herojt të qytetit tonë, dëshmorit të atdheut Donald Hoxha, të nderuar përfaqësues të organizatës dëshmorëve të atdheut dhe organizatës veteranëve, të dashur bashkëqytetar. Sot jemi mbledhur këtu për të kujtuar dhe nderuar një hero të vërtetë, një djalë që i dha jetën atdheut, Donald Hoxha, në 10 vjetorin e vdekjes së tij. Në emër të përgjegjësisë dhe përkushtimit ndaj detyrës, Donaldi u ngrit në atë fluturim të fundit në 6 prill 2016 për të ardhur tek ne si hero dhe dëshmor i aviacionit shqiptar, i forcave të armatosura të Shqipërisë. Ai u nda nga njerëzit e tij më të dashur, nga shokët dhe miqt, për të gdhendur dhe përjetësuar në historinë e aviacionit ushtarak shqiptar. Tashmë, pas 10 vitesh, dhimbja vazhdon për secilin nga ne. Megjithatë, ajo është më e madhe për familjen e tij. Donaldi na la një ndjenjë që duhet ta mbajmë të gjithë, ndjenjën e krenarisë. Ai e mbajti lart nderin dhe emrin e tij në çdo fluturim, duke u kthyer në dëshmor, duke rënë gjatë detyrës. Ai shkroi emrin e tij të qytetit në lartësi të paarritshme. Nuk mund të harrojnë kurrë atë djalë të përkushtuar ndaj profesionit pilotit, të trajnuar brenda dhe jashtë vendit për të bërë pjesë e forcave ajrore të Shqipërisë. Emri i tij na përfaqëson dënjësisht si qytet. Ai është hero, një dëshmor i atdheut. Për ata që i njihnin, ai mbetet djali i dashur, shoku i qeshur, miku i gjendur dhe i njohuri gojëmbër. Donald Hoxha është shembull i atë dashurisë së vërtetë. Dashuria e tij për Shqipërinë nuk ishte thjesht një ndjenjë, por një mënyrë jetese. Ai e dinte që shërbimi ndaj atdheut kërkon sakrificë, vetmohim dhe guxim të palëkundur. Çdo fluturim, çdo detyrë, çdo sfidë që ai pranoi ishte një akt dashurie për vendin dhe për njerëzit e tij. Donald Hoxha ishte një djalë i ri në moshë, plot energji, ëndra dhe ambicie. Ai kishte gjithë jetën përpara, por e shfrytëzoi çdo ditë për treguar guxim, përgjegjësi dhe përkushtim. Vetmohimi i tij, kur e vendosi detyrën dhe sigurinë e vendit mbi nevojat e tij, tregon se heronjt nuk maten me vitet që jetojnë, por me intensitetin dhe ndikimin e jetës së tyre. Çdo veprim i tij, edhe në atë moshë të re, ishte një mësim për ne të gjithë mbi përkushtimin dhe humanizmin. Ai e kuptonte se të jesh hero nuk është vetëm të biesh në betejë, por të jetosh çdo ditë me integritet, me respekt për të tjerët dhe me zemër të madhe. Donaldi ishte i njohur për butësinë e tij, për buzëqeshjen që jepte, për mbështetjen që ofronte pa u lodhur. Ai dinte të bashkonte forcën e guximit me butësinë e shpirtit. Dhe kjo e bëri atë një shembull të pakëm për brezat e rinj. Sot kujtojmë dëshmorin, por edhe njeriu që ishte djali i jashtëzakonshëm i qytetit tonë. Kujtojmë çdo moment kur ai tregoi kuraj, çdo moment kur ai vuri nevojën e vendit mbi nevojën e tij, çdo moment kur ai shkroi historinë e aviacionit shqiptar me guxim dhe me zemër të madhe. Nderimet ndaj Donald Hoxhës nuk mund të jenë kurrë mjaftueshëm. Prandaj me përulje do ta kujtojmë jo vetëm në përvjetor, por çdo moment kur flitet për kurajo, për dashurinë ndaj atdheut, për vetmohim
për lartësi fizike e mbi të gjitha lartësi të shpirtit. Në këtë 10 vjetor të vdekjes, ne vendosim kurora dhe shprehim respektin tonë më të madh. Kujtimi i Donald Hoxhës do të mbetet gjithmonë i gjallë në zemrat tona si frymëzim për të gjithë ata që duan të jetojnë me guxim, nder dhe përkushtim ndaj ateut. I pa kujtimi i dëshmorit Donald Hoxha. Faleminderit zotëtarin e organizatës së familjeve të dëshmorëve, Shoqëri Xhelo. Të nderuar pjesëtarë të familjes dëshmorit të ateut Donald Hoxha, të respektuar pjesëmarrës. Të kujtosh heronjt e dëshmorit të ateut është detyrë humane, njerëzore, politike dhe atletare. Ky është motivi i punës dhe aktivitetit të organizatës familjeve dëshmorëve, mbështetur dhe nga pushteti vendor dhe nga organizata e veteranëve të luftës nacionale shqiptare. Sot në këtë datë përkujtojmë, shprehim nderin dhe respektin të pilotit të armatosur Shqipërisë Donald Hoxha. Dëshmori i ateut, pasi gjatë karrierës së tij ka shërbyer me profesionalizëm dhe përkushtim të lartë ashtu në votimin në detyrat e ateut, duke dëshmuar kështu cilësi dhe virtyte të larta të kushtuara ndaj tij. Në këtë ditë përkujtojmë e shohim domosdoshme që të përmendim gjithë ata pilotët që kanë rënë në krye të detyrës gjatë servisit ushtarake, 41 pilot teknik aviacion shqiptar, si dëshmorët e ateut që nderohen, kujtohen jo vetëm 5 maj çdo viti, por edhe në datat e rënies tyre. Emri dhe lavdia e dëshmorëve tanë është e gdhendur në zemër dhe kujtesën e kombit, në vepra atletare artistike, me studimet e shkrimet panumërta, me lapidare, obelisk e pllaka kujtimore, me emra, institucione, shkolla, sheshesh e rrugësh. Pranë këtij busti, kujtojmë Donald Hoxhën, ka lindur në 17 qershor 1988 në një familje intelektuale. Përfundoi shkollën e mesme e Kuçova me rezultate të shkëlqyera. Vazhdoi shkollën e lartë të aviacionit në Itali dhe përfundoi me diplomë të artë në vitin 2011. U amorën forcat ajrore batalion e Farkës të pilot, si pilot ku drejtonte në pasion llojet e helikopterëve, zotronte dhe gjuhët huaja. Pasi instruksioni, stërvitor ajror psoi një avari duke udhëzuar dhe ndahet nga jeta në 6 prill 2016, duke u shpallur dëshmori i ateut, që tha rrugë Këshilli Bashkiak Kuçovës e ka nderuar me titullin qytetar nderit Kuçovës. Gjithashtu rruga në lagjin Rrugan Prifti të Kuçovës dhe një rrugë në fshatin Poprat të qytetit Dimal kanë emrin e Donald Hoxhës. Familja e Donald Hoxhës është pjesë e tribunës nderit qytetit tonë si një familje e një dëshmori të ateut, i cili tashmë është pjesë e parushme jona. Lavdi të përjetshme dëshmorit të ateut Donald Hoxha, lavdi pilotëve të aviacionit shqiptar, lavdi dëshmorëve të ateut të gjithë kohërave të paharruar kujtimi tyre. Dega Kuçovës. Faleminderit për fjalën dhe kontributin tuaj të vazhdueshëm. Ta njoftoj nën kolonelin Olgert Hyrsa për fjalën e rastit. Faleminderit të nderuar familjarë të Donaldit, i nderuar zoti kryetari i Bashkisë së Kuçovës, të nderuar qytetar të Kuçovës, jemi mbledhur sot me respekt dhe për urtësi për të krijuar pilotin Dr. Donald Hoxha në 10 vjetorin e ndarjes nga jeta në një aksident tragjik ajror. Donaldi ishte më shumë se një pilot. Ai ishte një shërbëtor i devotshëm i vendit dhe një njeri që jetoi me pasion çdo fluturim. Në radhët e bazës ajrore Fark
a I la pas një emër që kujtohet me respekt, një shembull që vazhdon të frymëzoj dhe jam përshtet që ndihet ende sot. Këtë qytetar nderi, si Donald Hoxha, e nderojmë me përulësi për vlerat që ai përfaqësonte. Ai nuk ndodhet fizikisht mes nesh, por jetët gjithmonë do të jenë pjesë e historisë tonë, e kujtimeve tona dhe zemrave tona. Me emër të bazës ajrore FARC, ju shpreh mirënjohje dhe respekt të thellë për jetën dhe kontributin e tij. Donaldi për rënë në detyrë kemi sjellë një simbolik nga baza ajrore FARC, cilin dhe ja dorëzojmë prindërve të tij. Ju pres në paqe, lavdi dëshmorit Donald Hoxha, deri Janë I vërtet, në ndjemi emocionuar kur ndodhen ballë jush. Edhe nuk gjej fjalë për të përgëzuar edhe për të përshëndetur. Njerëzit e mëdhenj vdesin, po kur vdesin ngjallen dhe harrojnë gjatë. Ne si prindër jemi të plagosur. Dhe me te kemi plag me rridhje të brendshme. Po do thosha që qëndrimi juaj I të gjithëve, respekti juaj I treguar ndaj nesh, ai ka bërë këto plag në pak të dhimbshme. Në këtë drejtim do t'u falenderoja përzemërsisht. T'u uroja vetëm shëndet dhe vetëm shëndet, gëzime dhe veç gëzime në familjet tuaj. Qeqim të rrethuar me miq, me shok, në të mirë, në të keqe. Lavdi dëshmorëve qofshin parur në jetë jetëve. Faleminderit. Tani, ju ftojmë të ndjekim interpretimin e një poezie kushtuar dëshmorit të Adheut Donald Hoxha. Fluturojnë shpesh avionët, në përqell të pazhurmë. Ti si frym në pretër, bëhesh dritë dhe lë pak gjurmë. Lë pak gjurmë dhe largohesh, zbret sërish mbi krapëllumbi. Nëse vjen birë, përse vonohesh? Pritja më rëndon si plumbi. Herë më bëhesh dritë e bardhë, re pash në kaltërsi. Herë si ajër, tingull fjalë, ne të vengjitesh në ysi. Zbrit një qas birim, të puth syrin e të prek ballin. Qelli është folea jote, zbrit për ereve të shuaj mallin. Ikja jotje e pakthimt, edhe tokës I rëndoj. U bë dhimbje e pambarimt, edhe guri lot pikoj. Diellin ditëve mos e njoh, shpirti kthyer në errësirë. Shpesh më bëhet se të shoh si mirazh në shkret të tir. Nata shtron lëndina yjesh, në mes tyre ndrin dhe ti. Ti shqiponj, heroj eshtur, ke lënë gjurmë në kaltërsi. Bravo. Të nderuar të pranishëm, sot përkujtuam jo vetëm një njeri, por një vlerë të përjetshme, sakrificën për atë dheun. Kujtimi I Donald Hoxhës do të mbetet gjithmonë I gjallë në ndërgjegjen tonë dhe në historinë e vendit tonë. Le të jetë kjo ditë një kujtesë për të gjithë ne, që të jetojmë me përgjegjësi, me dinjitet dhe me dashuri për vendin tonë. Ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe për respektin tuaj. Lavdi e përjetshme dëshmorit të Adheut Donald Hoxha. Mita ne në respekt të këtij djali, na I ka paguar vetë nga I diçka tek ai lokali në krah të bibliotekës. Jeni të turë të gjithë. Faleminderit.